Faleminderit Jeta, i nderuar ambasador Orav, të nderuar ambasador të shteteve mike, të nderuar përfaqësues të mediave, institucioneve dhe të shoqërisë civile. E vërteta është arma më e fortë e demokracisë. Ka qenë gjithnjë, mbetet edhe sot. Prandaj kur sulmohet e vërteta, sulmohet vetë liria. Sulmohen vetë vlerat demokratike mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë me shumë mund e sakrificë. Në një kohë kur informacioni qarkullon me shpejtësi të jashtëzakonshme, kontrollimi i fakteve nuk është më vetëm një detyrë e gazetarëve, por shndrohet në një obligim të të gjithë shoqërisë, respektivisht në një nevojë jetike për shtetin tonë. Kjo nga se pa të vërtetën, asnjëherë nuk mund të ketë demokraci të mirëfillt. Pa të vërtetën, vendimarrja jonë mbetet e pasigurt, besimi ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve dobësohet, dhe mbi të gjitha zgjerohet hapësira për dezinformim e manipulim, e cila mund të shpihet tek rreziqe jashtëzakonisht të mëdha. Në epokën në të cilën po jetojmë, lajmi i rrem mund të përhapet më shpejt se sa e vërteta. Prandaj kjo nuk është vetëm një sfidë, por një rrezik real edhe për stabilitetin e shtetit tonë, për integritetin tonë si shtet, për demokracinë, por mbi të gjitha për sigurinë kombëtare. Pikrisht për këtë arsye, kontrollimi i fakteve duhet të bëhet një standard i përditshëm, të cilin e zbaton secili prej nesh. Sot secili njeri mund të pande të jetë gazetar. Koncepti i gazetarisë qytetare na ekspozon ndaj rrezikut që të jemi vazhdimisht saktë të pavërtetave. Gazetaria qytetare, ndihmuar nga zhvillimi marramendës teknologjik, përfshi edhe zhvillimet në AI, e kanë bërë verifikimin e fakteve më të vështirë dhe më sfidues se çdo herë tjetër. Çdo kush me një telefon mund të publikojë diçka në një çast, pas një filtr editorial, pas një standard profesional, e mbi të gjitha pa as minimumin e etikës profesionale. Inteligjenca artificiale, algoritmet e rrjeteve sociale dhe platformat e komunikimit të shpejtë shpesh i japin përparësi senzacionalizmit mbi të vërtetën. Kjo ka krijuar një terren të përshtatshëm për dezinformimin, sidomos nga forca dashakeqe që vijnë prej jashtë shtetit tonë, duke e bërë edhe më të lehtë manipulimin e opinionit publik. Ne nuk duhet të lejojmë të jemi të manipuluar, nga se pa të vërtetën asnjëherë nuk mund të kemi demokraci të mirëfillt e shoqëri të suksesshme. Në kontekstin e ndryshimit të arkitekturës globale të sigurisë në botë, sot dezinformata nuk është thjesht një mjet propagandistik, por është një armë e luftës hibride që synon të minojë institucionet legjitime, të dobësoj besimin publik dhe të krijoj pasiguri në vendimarrje të cilat po kthehen prap rrezikojnë sigurinë nacionale të vendit tonë. Prandaj kur dezinformatat lidhen drejt për drejt me shtetin dhe me shtyllat kryesore të shtetit, ato nuk janë më vetëm sulme ndaj individëve të caktuar, por ndaj vetë shtetit dhe shtyllave mbi të cilat qëndron ai shtet dhe ndaj vetë sigurisë së tij. Luftës së tillë hibride i ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe gjuha e urrëtijes, e cila lidhet ngushtë me mos verifikimin e fakteve, duke qenë se shpesh buron nga dezinformata dhe manipulimi i qëllimshëm i realitetit. E shpesh herë më të sulmuarat në këtë drejtim janë pikrisht gratë. Shpërndarja e dezinformatave të paverifikuara krijon perceptim të gabuar. Një situatë e tillë shfrytëzohet nga ata që synojnë destabilizimin, duke përdorur një diskurs përçarës që nxit urrëtie, edhe dhunë. Në këtë mënyrë, mos verifikimi i fakteve nuk është vetëm një sfidë për gazetarinë, por është një katalizator që pastaj krijon polarizim shoqëror edhe konflikte të brendshme. Shteti ynë, bashkë me kontributin e secilit prej jush, është ndërtuar mbi vlerat e demokracisë, të vërtetës, që siç e përmendi Jeta, pikrisht pse është mbrojtur e është thënë, në kohrat më të rënda të historisë sonë na solli lirinë. Por është edhe rezultat i vlerave të transparencës. Por këto vlera nuk mund të mbrohen vetëm nga institucionet, por kërkojnë përgjegjësi kolektive dhe punë të gjithë secilit. Ndaj sot më shumë se kur
duhet i bashkojmë forcat, të punojmë me media profesionale që i shërbejnë të së vërtetës. Në kontekstin e sigurisë shtetërore, mos verifikimi i fakteve nuk është thjesht një problem etik apo profesional i medias, por shndrohet në kërcënim serioz ndaj shtetit. Është detyrë e gjithëve ta mbrojë të vërtetën si një mburojë kundër këtyre kërcënimeve dhe strategjive destabilizuese, të cilat kanë për qëllim që shtetin tonë ta shndrojë në një shtet të pasuksesshëm. Aktorë të huaj, veçanërisht Rusia dhe Serbia, siç e dini, kanë promovuar aktivisht dezinformimin dhe narrativat përqarse për ta minuar besueshmërinë në proceset demokratike në Kosovë. Mediat mbështetura nga Rusia, si Sputnik, RT e të tjera, kanë luajtur një rol në përhapjen e dezinformatave mbi integritetin zgjedhor të Kosovës dhe në nxitjen e tensioneve në rajonin tonë. Prandaj, na duhet vigjilencë jo vetëm shtetërore, por edhe vigjilencë gjithëshoqërore. Ne të gjithë duhet të jemi gardian të verifikimit të fakteve. Nuk duhet të rreshtim së verifikuari. Verifikim dhe konfirmim i verifikimit në mënyrë që mos të bien prej e këtyre tendencave dashakeqe në asnjë situatë. Na duhen edhe qytetarë të vetëdijshëm dhe këtu mund të kontribuojmë të gjithë nëpërmjet platformave siç edhe ju bashkëpunoni, në mënyrë që ata mos të bien prej dezinformatave, por të kërkojnë burime të besueshme dhe të verifikojnë informacionin para se ta shpërndajnë. Liria e shprehjes është një ndër shtyllat e të drejtave dhe lirive themelore, e mbrojtur me kushtetutë. Por ajo nuk është e pakufizuar dhe nuk është absolute, siç e thot edhe vetë kushtetuta jonë, e cila tregon se në cilat raste mund të kufizohet liria e shprehjes. Nuk është liria e shprehjes të thirrësh për vrasje. Nuk është liria e shprehjes të bësh thirrje për dhunë. Nuk është liria e shprehjes të kërkosh që dikush të vritet me plumb në ballë. Nuk është liri e shprehjes të nxitësh urrëtie. Nuk është liri e shprehjes ta rrezikosh sigurinë nacionale duke u bazuar në dezinformata. Sigurinë nacionale të këtij shteti për cilin keni kontribuar secili prej jush, të shtetit tonë të përbashkët. Nuk është liri e shprehjes. Të bësh thirrje për vrasje është krim. Është vepër penale, jo liri e shprehjes. Të bësh thirrje që një grua të dhunohet se e ka lyp, se ashtu e ka dashur plumbin në ballë, është krim. Është nxitje për ta vrarë edhe një tjetër grua. Nuk është liri e shprehjes. Nxitja e urrëties në asnjë shtet demokratik dhe nxitja e dhunës në asnjë shtet demokratik nuk janë liri e shprehjes. Nuk mund të konsiderohen të tilla as në demokracinë kosovare. Prandaj, para se të besojmë, para se të shpërndajmë, para se të veprojmë, të verifikojmë dhe të verifikojmë përsëri. Mos të lejojmë që gënjeshtrat të bëhen histori, të shndrohen në një realitet të prezantuar para qytetarëve tonë edhe pse të bazuar në gënjeshtra, e dezinformatat ta përcaktojnë rrugën tonë përpara. Dhe sa herë që flasim për sfida të tilla të mëdha, mua më kujtohet një prej liderëve më të mëdhej të kontinentit tonë, Václav Havel, një ndër përkrasit më të mëdhej të Kosovës, i cili në fjalimin e tij në Parlamentin Evropian thotë në fund të fundit, shpëtimi i racës njerëzore do të gjendet vetëm në zemrën e njeriut. Vetëm në zemrën e njeriut. Teknologjia mund të ecë përpara, por asgjë s'mund ta zaventësoj njerëzorën brenda nesh. Prandaj thirrja ime për te verifikimit është që mos të harrojmë vlerën më të madhe që neve na ka mbajtur gjallë në kohrat më të rënda. Ta mbrojmë këtë vlerë me çdo kusht. Ta mbrojmë bashkë me verifikimin e fakteve edhe njerëzorën brenda nesh. Ju faleminderit.